Keni fryrje barku dhe nuk keni rehat. Ja si t'i jepni lam të mirë këtij problemi. Fryrja e barkut është diçka që ndodh her pas here dhe faji është kryesisht i ushqimeve. Ushqimet e caktuara shkaktojnë gazra dhe akumulime të lëngjeve që e bëjnë stomakun të duket më i fryrë, më i madh dhe të krijojë gjithashtu komplikacione të ndryshme në përditshmëri. Në këtë video do të mësoni një zgjidhje të mirë efikase kundër fryrjeve të stomakut dhe të lehtësoni këto shqetësime. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmoni shumë. Fryrja zakonisht ndodh pas akumulimit të madh të gazrave në stomakun tuaj. Kur fryrja ndodh pas ushqimit, zakonisht ajo largohet vetë, por ndonjëherë mund të jetë gjithashtu edhe përpjekja e dur që mund të largojë atë në mënyrë më të shpejtë. Mënyra më e mirë për eliminimin e fryrjes është të përcaktoni shkakun kryesor të saj. Pasi vetëm në këtë mënyrë do të evitoni fryrjet që krijohen në zorrët tuaja dhe shkaktojnë gjithashtu edhe komplikacione. Sipas Healthline, në këtë video do të rëndisim disa mënyra praktike se si të ndihmoni trupin tuaj kundër fryrjeve të rënda dhe të lehtësoni këto shqetësime. Gjëja e parë që duhet të bëni në rast se vuani nga fryrjet është të ecni vazhdimisht gjatë ditës. Aktiviteti fizik në zorrët tuaja i vendos ato në lëvizje dhe ndihmon gjithashtu edhe në çlirimin e gazrave të akumuluara në stomak. Për më tepër, ecja funksionon edhe si një zgjidhje shumë e mirë kundër problemeve që shkakton konstipacioni. Fibrat në mënyrë graduale të shtuara në dietën tuaj do ju ndihmojnë në dukshëm të lehtësoni problemet të fryrjes dhe të ndihmoni zorrën tuaj të qëndrojë edhe më normale. Ngrënia graduale e ushqimeve të caktuara të pasura me fibra do të ndihmojë dukshëm në parandalimin e problemeve të konstipacionit dhe të fryrjes. Doza ditore të rekomanduara të fibrës janë rreth 25 gram për gratë dhe 38 gram për burrat. Megjithatë, duhet të tregojeni të kujdesshëm me fibrën që konsumoni, pasi konsumi i tepërt i saj mund t'ju shkaktojë edhe probleme të gazrave. Prandaj, mënyra se si i shtoni ato në vaktet tuaja ditore mund të jetë gjithashtu një nxitse e madhe e problemeve të ndryshme. Shtoni më shumë ujë në dietën tuaj. Ekspertët rekomandojnë vazhdimisht të zvendësoni pijet e gazuara me më shumë ujë natyral. Këto pije mund të shkaktojnë fryrje të stomakut dhe më tepër të shkaktojnë edhe shqetësime të tij. Ndaj, heqja dorë nga pijet e gazuara dhe zvendësimi i tyre me ujë do të jetë një mënyrë shumë e çmuar për sistemin tuaj tretës dhe të evitoni gjithashtu komplikacionet e zorrës së fryrë. Ushqyerja e rregullt është një mënyrë shumë e mirë për zorrën tuaj. Njerëzit zakonisht ndihen të fryrë pasi kanë konsumuar edhe një vakt tepër të rëndë mbi të gjitha në kohë të shkurtër. Kjo mund të shmanget nëse konsumoni disa vakte të ndara gjatë ditës, të cilat do të ndihmojnë kështu sistemin tuaj tretës, të lehtësojë lëvizjet e ajrit dhe mbi të gjitha të përmirësojë edhe sistemin tuaj tretës. Pirja e lëngjeve me pipzë gjithashtu mund të lejojë akumulimin e ajrit në stomak të rrjedhojë edhe të lehtësojë fryrjet. Ndaj, nëse doni që të mos fryheni pas një vakti që keni konsumuar, tregoni të kujdesshëm edhe me konsumin e ushqimit. Tregoni më shumë vëmendje shtimit të kripës në dietat tuaja ditore. Kripa e tepërt mund të shkaktojë akumulimin e tepërt të lëngjeve në trup. Një gjë e tillë do të shkaktojë gjithashtu entje dhe fryrje të stomakut, të këmbëve dhe të duarve. Ndaj, në këto raste duhet të tregoheni më të vëmendshëm edhe me mënyrën se si e shtoni kripën në dietën tuaj. Bëni një vizitë tek mjeku specialist. Në disa raste fryrja mund të rëndohet edhe të krijojë gjithashtu komplikacione nga më të ndryshmet. Ndaj, nëse doni të evitoni këto shqetësime, konsultohuni me specialistin për të evituar komplikacionet. Fryrja e stomakut mund të ndodhë edhe si pasojë e problemeve të ndryshme mjekësore, të cilat mund të përfshijnë në dietën tuaj inflamacione të zorrëve, zorrë të irrituar, kolit,
ciste të vezoreve e të tjera. Ndaj në këto raste bëni mirë të konsultoheni me një specialist për të evituar shqetësimin. Një vizitë tek mjeku juaj mund t'ju ndihmojë të përjashtoni problemet mjekësore dhe të fokusoheni te ushqyerja e shëndetshme dhe të evitoni gjithashtu komplikacionet që rëndojnë shëndetin tuaj të zorëve. Të gjithë mund të kemi provuar të jemi në ambiente me njerëz dhe barku fillon dhe bën zhurmat e tij, të cilat mund t'ju vënë në vështirësi. Ne mendojmë t'ju themi, por bëjmë veprimin e dur në këto raste për të evituar fryrjen. Fryrja e stomakut, por edhe zhurmat që krijohen në zorët tuaja, mund t'jenë të vështira të menaxhohen në situata tepër të pafavorshme. Gjithashtu ato mund të ndikojnë në situata të ndryshme të trupit edhe të krijojnë probleme me gazra të tepërt. Mënyra e ushqyerjes ka të qenë diçka për të cilën nuk duhet të shmanget edhe për të ndihmuar zorrën të kryejë funksionet e saj edhe të evitojë fryrjen. Nëse vuani shpesh nga fryrja e stomakut dhe keni gjithashtu alcarime të zorëve, tregohuni të kujdesshëm dhe mos konsumoni vakte tepër të rënda, pasi ato mund të krijojnë shqetësime të forta të sistemit tuaj tretës. Kur hani shumë, sistemi juaj tretës do të lodhet të ndjeshëm. Për këtë shkak, duhet të konsumoni ushqimet tuaja të preferuara në mënyrë të kontrolluar dhe ngadalë, për të evituar kështu fryrjet, acarimet dhe rëndesat e stomakut. Hani ngadalë duke e përtypur më mirë ushqimin tuaj. Gazrat në stomak ndodhin edhe për shkak të ajrit të cilën e mblidhni gjatë procesit të shpejtë të ngrënies. Në këto raste, sa më shpejt që të konsumoni ushqimin dhe ta fusni atë në stomakun tuaj, më shumë probleme me fryrjen do të krijoni për sistemin tuaj tretës. Nëse hani ngadalë duke u përtypur, atëherë gazrat eliminojnë këto mbetje. Shmangni ushqimet që shkaktojnë gjithashtu një tepritës të madhe të gazit. Produktet ushqimore që shkaktojnë gazra, duke qenë se mund të eliminohen, ato mund të krijojnë edhe fryrje të mëdha të sistemit tuaj tretës. Nëse jeni një person që vuani shpesh nga problemet e gazrave, atëherë ka ardhur shansi juaj që të evitoni këto ushqime, të cilat mund të krijojnë probleme në sistemin tuaj tretës dhe të nxisin gjithashtu edhe problematikat e ndryshme. Kështu, nëse shmangni ushqime të tilla si djathi, qumshti, dardha, brokoli, fasulet, ushqimet e shpejta dhe pijet me gaz, do të keni më pak shqetësime të zorrës suaj. Do ta keni më të lehtë të përmirësoni gjithashtu sistemin tuaj tretës edhe të evitoni fryrjet e pakëndshme. Ecni për disa minuta pas ushqimit. Kjo është një mundësi shumë e mirë për të përmirësuar sistemin tuaj tretës, duke evituar kështu komplikacionet e zorrës dhe duke nxitur edhe një mbrojtje më efektive të sistemit tuaj, i cili ka nevojë për trajtime më të specializuara. Në këto raste, është më mirë të flisni me mjekun tuaj se çfarë duhet të bëni për të evituar fryrjen. Një sistem i shëndetshëm tretës nuk ka nevojë vetëm për pije të gazuara ose ushqime të shpejta të përpunuara. Lista e ushqimeve dhe pijeve që duhet të shmangen në të mirë të sistemit tuaj tretës është vërtet e gjerë. Gumëzhimat e stomakut, dhimbjet e kontraktit të tij janë ndër treguesit të problemeve të këtij sistemi. Në këtë video do të mësoni për këtë çaj i cili mund të ofrojë lehtësime të menjëhershme të stomakut. Çajrat funksionojnë në mënyrë perfekte kundër fryrjeve, gazrave dhe dhimbjeve. Çaji i energjikut është një alternativë shumë e mirë për sistemin tuaj tretës. Energjiku ka aftësinë të lehtësojë problemet e stomakut dhe gazrat e tij. Ai eliminon fryrjen, rregullon tretjen dhe largon gazrat nga stomaku. Një studim i Universitetit të Marylandit ka zbuluar se energjiku e nxit tëmthin të prodhojë lëngje që tresin yndyrnat. Çaji i energjikut është ndoshta i vetmi çaj që mund të pihet rregullisht edhe gjatë ngrënies. Për një filxhan çaju nevojiten 7 deri në 10 gjethen energjik ose një lugë çaji energjik i thatë në 250 ml ujë, nëse dëshironi mund të shtoni edhe mjaltë. Vëmendje, ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë.
të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.